Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Rama takon banorët në Burrel dhe Dibër dhe premton investime të reja në verilindje, ndërsa Berisha ofron mbështetje për eksportuesit e bimëve mjekësore. I penduari i drejtësisë Nureddin Dumani kërcënon me jetë një nga avokatët në sallën e gjyqit, zbulohet dëshmi të reja për krime tronditëse. 17 prilli shënon ditën botërore të hemofilisë, mjekët apelojnë për kontrollet të shtuara pasi sëmundja e gjakut është e trashëgueshme. Do të vjojmë gjërësisht me lajmet. Kryetari i Partisë Socialiste vjoj takimet elektorale në qarkun e Dibrës, ku përmendi rrugën e Arbrit si premtim të mbajtur. Edi Rama tha se nuk do të ketë pensione më të ulta se 200 euro, ndërsa përsëriti objektivin për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Kryeministri i njëherë kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama nga Dibra deklaroi se rruga e Arbrit jo vetëm ka përmirësuar jetën e banorëve të zonës, por ka rritur edhe vlerën e pronës. Me rrugën e Arbrit, një lidhje shumë e shkurtër me Tiranën, me transformimet që po ndodhin në qytet dhe me gjithë këtë natyrë të jashtëzakonshme që ka përreth, nuk është as pak egzageruar të imagjinosh që jo në 50 vjet, po në 5 vjet, 6 vjet, kjo zonë do jetë një nga zonat më të kërkuara të kryeqytetit. Gjatë takimit në Burrel, lideri i mazhorancës Edi Rama prezantoi paketën sociale e vizionit e qeverisë për të ardhur në ndihmë shtresave të shoqërisë që kanë më shumë sfida. Kryeministri pranoi problemin e pensioneve të ulta, duke shpjeguar se Partia Demokratike në qeverisje nuk hartoi politika për pensionet, por më tepër po do vendosje dhe rregulla që nuk lejonin marrjen e një pensioni më të lartë se 200 euro. Kështu që paralelisht do të synojmë që pensionin minimal ta çojmë drejt 200 eurove, ndërkohë që mesatarin për ata që kanë paguar sigurinë shoqërore ta çojmë në 400 euro. Kryeministri premtoi një politikë të re për nxitjen e punësimit, veçanërisht për vajzat e gratë. Sipas Ramës, edhe programi bonusit bebes do të rikonceptohet. Do të aplikohen pagesa mujore dhe kush ka më shumë fëmijë do të marrë një ndihmë më të madhe. Por premtimi kryesor i Edi Ramës dhe Partisë Socialiste mbetet antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Këto zgjedhje janë për ta futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian në 2030-ën, apo sje. Dikush mund të thotë, jo mo jam unë, po jo me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste, nuk bëhet, nuk ndodh. Më vjen keq, po nuk ndodh. Kryeministri Edi Rama ka premtuar në këtë fushat elektorale përfundimin e negociatave në vitin 2027 dhe antarësimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Në një takim me eksportuesit e bimëve medicinale, Sali Berisha premtoi më shumë lehtësira për këtë sektor. Kreu Demokrat foli edhe për rritjen e ndjeshme të subvencioneve për bujqësinë. Kryedemokrati Sali Berisha premton reformë të thellë në sektorin e bujqësisë, nëse Partia Demokratike ngjitet në pushtet pas 11 majit. Ne do të dyfishojmë buxhetin për këtë sektor dhe do të 4 ose 5 fishojmë subvencionin për fermerët. Do të subvencionojmë çdo hektar të mbjell, pra çdo njësi prodhimi, çdo kokë bagti dhe çdo fidan të mbjellur. Kredi të buta në të cilat qeveria do mbuloj 80% interesit, do ofrohen për ju, sipas sektorëve. Një mbështetje veçantë sipas Berishës do të shkojë për eksportuesit e bimëve medicinale, të cilët preken nga tarifa 10% e vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëndrimi ynë ndaj tarifave është negociata me qeverinë e Shteteve të Bashkuara për 0 tarifa. Ne do i vendosim 0 tarifa me
me kërkesën që qeveria amerikane të na përgjigjet dhe ne me zero tarifa dhe ju të përfitoni. Por të supozojmë se qeveria amerikane për arsye të veta nuk adapton këtë, ne do kompensojmë ju plotësisht tarifin e eksportit të vendosur nga vendet ku ju eksportoni. Ne duhem ta bëjmë sektorin e bimëve etrovajore ta shumë fishojmë në prodhim, në të ardhura, në punësim, në eksport. Gjatë bashkëbisedimit me prodhuesit e bimëve medicinale, Sali Berisha tha se nën qeverisjen demokratike, punëtorët sezonal do të marrin një pagë bazë për muajt kur nuk ka fluks pune, me qëllim që të mos largohen. Një mësues nga Prenjasi është arrestuar këtë të njëjtë nga policia pasi akuzohet për ngacmim seksual ndaj të paktën 2 nxënësve të tij. Fatmir Hoxha, 55 vjeç, mësues në shkollën Sali Alili në Rajc, u ndal në aeroportin e Rinasit në tentativë për të larguar jashtë Shqipërisë. Sipas burimeve nga policia, ndaj Fatmir Hoxhës ka 2 denoncime nga familjarët të 2 nxënësve, 13 dhe 14 vjeçe, të cilat thonë se ai i përndishte dhe i ngacmonte seksualisht. Nga veprimet e para hetimore kanë rezultuar se ngjarja është e përsëritur në disa raste gjatë muajve të fundit, çka ka shkaktuar shqetësim dhe frikë tek të miturat dhe familjet e tyre. Autoritetet thonë se ka prova të cilat mbështesin pretendimet e kallëzuesve. Nga Fatmir Hoxhës rëndojnë akuza për përndjekje dhe ngacmim seksual ndaj një të miture, ndërkohë mësohet se ai është shkarkuar tashmë nga detyra. Vrasësi me pagesë Nuredin Dumani rrëfeu të tjera detaje nga ekzekutimet e kryera prej tij për llogari të grupeve kriminale. Por gjatë dëshmisë ai u përplas me njërin prej avokatëve, të cilin e kërcënoi duke i thënë se mund ta fuste në listën e krimeve të tij. I penduari i drejtësisë Nuredin Dumani në gjyqin e Plumbit të Artë dha detaje tronditëse për vrasje me pagesë 2 prej të cilave i kishte marrë nga Behar Bajri, ky i fundit pjesë e dosjes Metamorfoza. Me Behar Bajrin kam folur përmes Elton Bashës. I ka thënë Eltoni Arlind Bushatit që u vra tani në Shkodër në ngjarjet me Licët, që e kam shok. Behar Bajri më kërkoi të bëja goditje për të për Dorian Dhullin dhe Gen Stafilin. I kërkova 1,5 milion euro. E pranoi shumën. Unë i kërkova në këmbim Bajrit Talu Çelën. Ma ofroi, më ndihmo ti, tha se Talun e gjej unë. I kërkova ta gjej ku është. Më tha, kam informacion se ishte në Serbi, por i thash që gënjen. I penduari i drejtësisë u përplas me ish shokun e tij Henrik Hoxhaj, person me të cilin shoqërohej edhe ditën kur Dumanit i bën atentate përfundoi pas hekurave për të rrëfyer krimet e 12 viteve të fundit. Bashkëpunëtori i prokurorisë foli edhe për atentatin ndaj Lulzim Mashës, i cili mbeti në tentativë. Porosin për Lulzim Mashën ma dha direkt Suel Çela. Kam komunikuar në Matrix ose Skype. Unë dhash porosin, organizimin e bëri Henriku. Për këtë punë i kam dhënë një Golf 4, 2 armë dhe një pistolet 9 mm. Pistoletën kur erdha nga Kosova e kam marrë aty. Golfin ja mora miku tim në Durrës, Fatmir Troplinit. Zgjati disa muaj. Henriku t'i ofrova 160.000 euro. E pagova 10.000 i kapar. Për Henrik Hoxhajn, kjo dëshmi ishte kontradiktore, pasi sipas tij porosia ishte marrë për asgjësimin e djalit të Lulzim Mashës. E në mënyrë që të arrinin te i biri, ata do t'i vrisnin të atin që djali të merrte pjesë në ceremoninë martore të babait për ta ekzekutuar aty. Me tensione të forta, gjyqi për Plumbin e Artë u ndërpre. Debatet kulmuan me kërcënimin që njëri prej avokatëve pretendoi se i penduari spak i drejtoi atij. Të fus në listë, je në ofertë. Nuk toleroj mua të më kërcënoj dikush në sallë dhe prokurori të mos reagoj. Nuk mund të më bëj ai presion mua. Nuk dëgjoj unë atë të më thotë, të fus në listë, je në ofertë. Një zëri të gjithë mbrojtësit u shprehën se kërkojnë shtyrjen e seancës, ndërsa do të marrin një vendim lidhur me situatat e vazhdueshme së bashku me dhomën kombëtare të avokatisë. Toneve të larta nuk u shpëtoi as prokurori i çështjes dhe as togat e zeza në përpjekje për të qetësuar palët dhe të pandehurit. Seanca e radhës u caktua në 22 prill. Pas një operacioni në një terren të vështirë malor, policia e Gjirokastrës arriti të shpëtoi 7 turistë spanjoll. Ata po përpiqeshin të zbrisnin me litar nga Shkëmbinjt, duke mbetur të bllokuar për shumë orë.
7 turistë spanjoll të cilët u bllokuan një ditë më parë në kanionet e Nivicës janë shpëtuar nga policia. Ditën e djeshme, turistët po eksploronin zonën në ujvarën e Peshturës dhe duke zbritur militar në thellësinë e kanionit të Nivicës, mbetën të bllokuar mes shkëmbimeve për shkak të terrenit shumë të vështirë. Me njëherë pas marrjes së njoftimit, efektivët e policisë Tepelen dhe shërbimet zjarr fikse janë nisur në drejtim të zonës ku ishin të huajt. Fillimisht, ata kanë kontrolluar zonën me dron dhe kanë bërë të mundur lokalizimin e turistëve brenda kanionit. Pas disa orësh operacion kërkim shpëtimi në një terren shumë të vështirë dhe të rrezikshëm, u bë e mundur nxjerrja e 7 turistëve spanjoll. Ata u transportua më pas nga shërbimet e policisë në një bujtin në fshatin Dukaj në gjendje të mirë shëndetësore. Një gruar 69 vjeçare ka ndorruar jetë në një aksident të rëndë që ndodhi në fshatin Tapis të Krujës mëngjesin e kësaj të enjteje. Rreth orës 6, një automjet që drejtohej nga një 33 vjeçar është përplasur me makinën ku ndodhet gruaja. Si pasojë e përplasjes së fortë, ka humbur jetën 69 vjeçaria, ndërkohë shoferi tjetër është shoqëruar në komisariat. Një zjarr i përmasave të mëdha ka rënë në zonën bregdetare të Radhimës, ku nga flakët janë përfshirë lokale dhe restorante, por fatmirësisht nuk ka patur të lënduar. Si shihet edhe nga pamjet, flakët të ndihmuara nga era e fortë kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale. Çadra dhe shezlongët pranë lokaleve janë ndjekur plotësisht, ndërsa tymi i dendur ka mbuluar të gjithë zonën. Zjarfikësit kanë ndërhyrë menjëherë për izolimin e flakëve, duke parandaluar përhapjen drejt hoteleve dhe strukturave të tjera përreth. Në ditën botërore të hemofilisë, mjekët bëjnë apele për më shumë kontrolle pasi sëmundja është e trashëgueshme. Sipas tyre, analizat mund të parandalojnë probleme me fëmijët që do të lindin. 290 pacient, për të cilëve 67 i përkasin moshës pediatrike, vuajnë nga hemofilia, që ndryshe njihet siç rregullimi i gjakut. Sipas mjekëve, ky problem është gjenetik. Hemofilia është në 99% të rasteve është një sëmundje e trashëgueshme gjenetikisht nëpërmjet kromozomit X nga nëna tek fëmia. Kështu që është e rëndësishme sidomos për prindrit, për familjarët të cilët kanë një histori në farifisin e tyre për hemofili apo për një çrregullim tjetër të koagulimit të gjakut të lindur, po rekomandohet të bëhet një këshillim dhe një planifikim familjar si tek ne ashtu dhe tek gjenetisti për të bërë një parashikim ose një probabilitet të lindjes një fëmije me hemofili. Analiza gjenetike, ashtu siç bën analiza për sëmundje të tjera të lindura, matja e nënbërë ose analiza gjenetike kur nëna është në javën e 10 të shtatzanisë. Kryetari i shoqatës së pacientëve me hemofili, Arber Neziri, thotë se mbulimi total me barna e të sëmurëve mbetet ende një shqetësim. Mbulimi i plot vjetor dhe trajtimi i tyre me profilaksi. Të gjitha barnat janë të rimbursueshme, por problematika e mbulimit total vazhdon. Ka momente ku ka boshllëqe ose momente ku ka hapësira që mungon ilaçi, që plotësohen. Pra këto momente duhet se s'bën të mbulohen. Hemofilikët e të gjithë pacientët e koagulupative duhet të kenë një trajtim të vazhdueshëm me profilaksi që të mund të bëjnë një jetë normale, mos të kenë trauma. 17 prilli shënon dhe ditën botërore të hemofilisë me qëllim ndërgjegjësimin dhe identifikimin sa më të hershëm në mënyrë që ajo të mos bëhet kërcënuese për jetën. Kjo gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.